Përshëndetemi që kalë të Interis kudo që ndodheni, mirë se u rikëthyet në kanal, mirë se u rikëthyet në këtë Como Inter 3-4, një fitore që na çon akoma më pranë titullit kampion. Tashmë jemi edhe 10 pikë na ndajnë nga titulli kampion matematikisht, le të themi. Por çfarë ndeshje Interit, një Inter me dy fytyra faktikisht sot, ishte tejet e rëndësishme të fitoje, sidomos pas hapit fallc të Napolit në Parma, por çfarë emocionesh, një ndeshje që na mbajti me zemrën dorë deri në fund, u munduan të bëjnë çdo gjë, edhe arbitri u mundua të bëjë maksimumin për ta rihapur këtë kampionat. Penalltit sajuara, kartonat verdh të dhëna pa fund për Interin, faullat mos dhënë, një tmerr, masa një skandaloz sot, por gjithsesi drejtësia vihet në fund, Inter fiton, 2 gola Tikus, Marcus Thuram dhe 2 gola Denzel Dumfries. Çfarë Interi sot? Siç e thash, një Inter me dy fytyra, një ndeshje shumë e vështirë, Como që vinte në një form shumë të mirë, dhe ishte faktikisht pikpyetja e madhe se si do qasej Fabregas në përballjen kundër Interit, pasi siç dihet që në fazën e parë doli komplet në sulm dhe përfundimi dihet mbaroi në 4-0 dhe ishte pikërisht një pikpyetje nëse Fabregas sot do ishte sërish në sulm apo do ishte disi kameleon të përshtatet disi Interit. Fakti është që Como ishte në sulm, e nisi në sulm, na dominoi, na mbyti tmerrsisht, na mori shpirtin, le të themi, pjesën e parë. Literalisht na mori shpirtin, një ndeshje që mbaron Como që shënon gol faktikisht rreth minutës 37. Kam ato rezervat e mia për Sommer, realisht ka ardhur koha që t'i japim duart Sommer të largohet, ta mbylli këtë sezon, mos vazhdojmë me të, sepse praktikisht çdo gjuhetje në port është gol, është e frikshme me Sommer, po ndoshta në golin e parë ku prap duket një lloj fotokopje me ato gole që kemi psuar, pra Sommer që grushton dhe topi kthehet sërish ke sulmuesi i Comos dhe shënojnë gol. Në golin e dytë faktikisht vërtet Interi ishte i rreshtuar shumë keq, kapi në një kundërsulm të frikshëm, një top i nisur që nga portieri i Comos dhe Nico Paz në një diagonale ku le të themi të vërtetën, e vetmja gjë që Nico Paz mund të bënte ishte pikërisht të godiste aty në atë diagonale. Dhe Sommer që e dinte shumë mirë këtë, sepse nuk kishte fare rreze tjetër Nico Paz se ku të godiste, Sommer pëson gol pikërisht aty me një goditje, le të themi që nuk ishte nga më të fortat mundshme, përkundër ishte si nga ato goditje me çorape që bëri. Pësojmë gol 2-0 dhe fati jon i mirë dhe ishte pikërisht ai gol që le të themi e shënoi edhe kthesën e Interit dhe i dha një domethënie ai goli Marcus Thuram 2-1, na çon edhe në dhomat e zhveshjes në pushim me një dizavantazh për një goli, faktikisht ishte komplet e gënjeshtë sepse Como na dominoi, siç e thash. Ne ishim me formacion të plot për mbrojtja pjesën e parë. Dhe të flasim për pjesën e parë, mbrojtja shumë dobët, mes fusha gjithashtu linjat e Comos ishin shumë lart, presingu ishte tepër i lart, nuk po dilnim dot, Pio Esposito inexistent, Marcus Thuram ishte i vetmi që po mundohej të bënte diçka, dhe Barella gjithashtu më pëlqeu. Pra siç e thash, mbyllet pjesa e parë 2-1 dhe më pas në pjesë të dytë, patjetër Como shpenzoi shumë pjesën e parë dhe ishte e pritshme edhe një rënje fizike, le të themi, nga ana e Comos, kështu që nis pjesa e dytë dhe sërish Marcus Thuram arrim ta barazojmë ndeshjen, sërish një top i gjatë i Barellës, por këtu pjesëmarrës në golin e Thuram ishte edhe dhuratë e mbrojtësit Comos dhe Marcus Thuram, portieri që del, Marcus Thuram me një parabol nga 30-40 metra, le të themi, shënon gol 2-2, ndeshja kthehet në binar dhe ecin përpara. Në atë moment Interi patjetër që merr zemër, Como psikologjikisht goditet sepse ti je në avantazh 2 gola dhe të barazohesh aq shpejt dhe le të themi me një kundërshtar që nuk kishte bërë asgjë deri në atë moment, psikologjikisht i bie, publiku heshti dhe vjen goli i Denzel Dumfries. Denzel Dumfries gjithnjëri pranishëm, një skem shumë e bukur, topi Çaranoglu në shtyll dytë dhe e kërkoi faktikisht, nëse e vu të re e kërkoi. Ishte skem, kam përshtypjen e përgatitur, topi në shtyll dytë, Denzel Dumfries është aty 2-3. Kalojmë në avantazh, sërish Dumfries në 2-4, një top i ulur nga Akanji këtë herë, Dumfries është aty, shënon 2-4, duket se ndeshja është mbyllur. Pikërisht Kivu bën disa ndrime që nuk është se dhanë një gjë. Boni nuk më pëlqeu, Suçic nuk ashtu, Luis Enrique
të merr, Luis Enrique nuk është i mirë në krahun e vet, imagjino e vuri në krah të majt. Megjithatë, siç e thash, ishte ndeshja 2-4, Massa u mundua që ta rikthente këtë ndeshje në lojë. Sajoja të penalti që realisht unë nuk e kuptoj. Niko Paz godet topin, Boni që idhet për ta kapur nuk e kap, dhe më pas është pikërisht Niko Paz ai që e godet. Megjithatë, kaloi, pra ka një kronologji çështjesh. Nga ajo penalti dorë e prekje me dorë e Buongiornos pak orë më parë në Parma Napoli, penalti e padhën ku munduan të riapin kampionatin, penalti e padhën për Parmën, vim ke kjo penalti absurde e dhënë. Megjithatë, në minutat e fundit patjetër Como kishte disa raste përsi ishte all-in. Rëndësi ka, ne fituam kundër gjithëve, jemi vetëm kundër gjithëve, tashmë jemi në +9 nga Napoli, siç e thash, matematikisht 10 pikë na ndaj nga titulli, vetëm përjashton rastet nëse Napoli do bëjnë një hap fallc. Ecim përpara, kemi filluar të qepim disi titullin kampion, Scudetton. Këtu Forca Inter sot ishte realisht ishte forcë karakteri, ishte tregimi i forcës karakterit, ishte një ekip realisht që në vështirësi diti të priste, dinti të vuante, dinti të reagonte, edhe pas 2 golave të psuar, pak me fat, pak me egërsi, pak me dhunë. Fakti që kapiteni Lautaro Martinez është gjithmonë prezent aty edhe në stol, por sot realisht kjo ndeshje i dedikohet të gjithë tifozëve të Interit, gjithë sezonit, Kivus gjithashtu. Bravo Djema, kjo ishte forcë, kjo ishte tregim grinte, agresiviteti, karakteri dhe realisht Marcus Thuram, Denzel Dumfries, senatorët, Barella sot më kanë pëlqyer jashtëmase. Ecim përpara, mbeten edhe 6 ndeshje, jemi shumë optimist dhe në të mirë në të keqe, Forca Inter.